Radio 1 ju prezanton ciklin e temave Mos u trishto. Ndalo dhe mendo. Mos u pikëllo se i sëmuri shërohet, e keqja shndërrohet në të mirë, mëkati të pastrohet dhe të falet, borxhi të lahet, i burgosur i lëshohet, i ikur i kthehet, mëkatari pendohet dhe i varfri pasurohet. Mos u pikëllo. As i sheret e zeza si të riqen dhe fshien mbi malet e larta dhe kodrat e mprehta, e si zbardhon nata e errët, si qetësohet furtuna me bubullim, si zbutet era dhe bëhet e lehtë, atëherë pra edhe vështirësitë tua shkojnë drejt lehtësimit dhe jeta jote drejt lumturisë, e ardhmja jote drejt rehatisë. Mos u pikëllo, nxehtësia e diellit e zhduk shtresën e trashë të hijes, mes ditën e nxehtë e freskon uji i ftohtë, dhimbjen e urisë e qetëson buka e ngrohtë. Pas lodhjeve të pagjumësisë pason gjumi i këndshëm. Dhimbjet e sëmundjes i mënjanon shërimi i shpejtë. Prej teje s'kërkohet gjë tjetër, vetëm pak durim. Ndaj prite momenti. Mos u pikëllo se edhe mjekët janë hamendur, të urtët kanë humbur fuqinë, dietarët janë stepur, poetët po pyeten dhe çdo kush dështon përpara caktimit të Allahut. Ali ibn Gjibile thot: ndoshta rrugdalja do të jetë, ndoshta i japim shpresë vetes tonë me ndoshta. Nëse të takoj mërzia dhe ta kaploj shpirtin, mos humb shpresat që rrugën ua shëndritin. Se më afër shpëtimit që njeriu, atëhere kur nga mendja shpresën e fshiu. Mos u pikëllo, por zgjidhja vetes atë që zgjodhi Allahu për ty. Zgjohu nëse të zgjon. Ulu nëse të kërkohet ulje. Duro nëse të varfëron. Falendero nëse të pasuron. Kësaj thënie e përmbaju mirë. I kënaqur jam që Zoti im është Allahu, feja ime është Islami dhe Muhamedi është i dërguari i Allahut. Njëri nga poetët thonte: mos bëj plane për veten tënde. Njerëzit e planeve janë të shkatëruar. Pajtohu me caktimet tona. Ne jemi më të urtë për planet tuaja. Mos u brengos dhe mos ndiq sjelljet e njerëzve. Njerëzit se zotrojnë as dobin, as dëmin, as vdekjen, as jetën, as ringjalljen, as shpëtimin e as dënimin. Ibrahim ibn Edhemi thot: ne bëjmë jetë që sikur ta kishin ditur mbretërit, do të na kishin luftuar për të me shpatat e tyre. Ibn Tejmije thot: ndonjëherë zemra kalon nëpër një gjendje shumë të këndshme, sa që them, nëse banorët e xhenetit jetojnë si ne, qenë kanë në më të këndshmen jetë. Gjithashtu, me të vërtet ndonjëherë zemrës i kalojnë raste, që vallëzon me hare nga gëzimi dhe kënaqësia që ndjen duke përkujtuar Allahun. Kur e burgosën në burg dhe ja mbyllën derën, ai tha: vihet ndërmjet tyre një farë muri që ka derë, e brendia e tij është mëshirë, kurse ana e jashtme është dënim. Pastaj pasi e lanë të vetmuar në atë dhomë të errët e të ftohtë, ai thoshte me vete plot besim në zemër: çdo më bëj armiku mua? Unë xhenetin dhe kopshtin tim e kam këtu brenda në gjoks. Nga do që të më qojnë, i kam me vete. Nëse më mbysin, jam dëshmor. Nëse më dëbojnë nga qyteti, jam vizitues i qytetit tjetër. E nëse më lenë për gjithmonë këtu ku jam, burgu do të më jetë vetmia e preferuar, gjë që e dëshiroj më shumë se gjithçka, pasi që vetmia më bën të jem më afër krijuesit tim, Allahut të mëshirshëm. Thonë një fjalë që zblihet me asgjë.
Gjeti ai që e humbi Allahu, dhe ç'humbi ai që gjeti Allahu. Këto dy thënie nuk përputhen asnjëherë e as nuk krahasohen kur. Ai që gjeti Allahun, gjeti çdo gjë. E ai që humbi krijuesin e vet, humbi gjithçka. Mos u pikëllo, por dije sa e shtrenjtë është ajo për të cilën mërzitesh. Pejgamberi thot: kur them patmeta është lartmadhëria e Allahut dhe falënderimi i takon vetëm Allahut dhe s'ka zot tjetër përveç Allahut dhe Zoti është më i madhi, ato fjalë janë më të dashura se sa dielli kur lind në mëngjes dhe ngroh çdo gjë. Njëri nga të parët tanë tha për të pasurit, pallatet, pozitën dhe pasurinë e tyre: ne ham dhe ata han, ne pim dhe ata pin, ne shikojmë dhe ata shikojnë, por ne nuk llogaritemi, e ata do të llogariten për pasuritë që kanë, si e fituan dhe ku e harxhuan. Poeti shprehet: veç një natë e parë e varrit mjafton t'i harosh pallatet e ndrequra, me kofshte në formë të harkut të Havernekut dhe pasurinë e mbretit romak. Në të vërtetë, ju na erdhët një nga një, ashtu siç ju krijuam së pari. Besimtarët thonë të bindur thellë: Allahu dhe i dërguari i tij e thanë të vërtetën. Ndërsa hipokritët që në zemra kishin sëmundje thanë: Allahu dhe i dërguari i tij s'na premtojnë tjetër vetëm se mashtri. Njeriu jetën e ndërton me idetë e veta. Paramendimet e tua janë ato që t'japin fryte të freskëta apo të prishura. Këto mendime janë po ashtu ato që t'lënë gjurmë në jetë, pa marrë parasysh a janë gjurmë të lumturisë apo të hidhërimit. Lexoj këto fjalë me vëmendje e do ta kuptosh ku e kam qëllimin. Nëse je i zbathur dhe ecën pa kpucë, shiko atje tek ata që kanë trupin, por s'kan këmbët. Atëherë do të vinë ndërmend se duhet ta falenderosh Zotin tënd për dy këmbët e tua që i ke në trup, edhe pse je këmbë zbathur. Mos u brengos përderisa u bën të mirë njerëzve. Vërtet bamirësia është rruga e lumturisë dhe në hadithin e vërtet thuhet: me të vërtet Allahu ditën e gjykimit i thotë robit vet duke i kërkuar llogari: o biri i Ademit, isha i uritur e ti nuk më ofrove ushqim. Tha: si të ushqej kur ti je Zoti i gjithësisë? Tha: a se dije se robi im, filani, i biri i filanit, ishte i uritur e ti si dhe ushqim? Si kur ti kishe ofruar ushqim, do ta kishe gjetur ushqimin e ti tek unë. O biri i Ademit, më mori etja e ti s'më dhe ujë të pi. Tha: si të t'jap unë ujë kur ti je Zoti i gjithësisë? Tha: a se dije se robi im, filani, i biri i filanit, unë dje i etur e ti si dhe ujë. Si kur t'ja kishe ofruar ujin, do t'a gjeja të pik ujë tek unë. O biri i Ademit, u sëmura e nuk erdhe të më vizitosh. Tha: si të të vizitoj unë ty kur ti je Zoti i gjithësisë? Tha: a se dëgjove se robi im, filani, i biri i filanit, u sëmur e ti se vizitove? Si kur ta kishe vizituar, do të kishe gjetur tek ai. Këtu duhet të vëresh diçka. Në fund të hadithit gjejmë fjalën e Allahut: do të më kishe gjetur mua te ai. E nuk thot si tek dy të parat, do ta kishe gjetur atë te unë. Për shkak se Allahu është me zemërthyerit, siç është i smuri. Dije se Allahu e futi në xhenet laviren prej hebrejve, për shkak se ajo i ofroi ujë qenit të pi dhe ta shuaj jetjen. E si do t'jetë Allahu me ata të cilët i japin ushqim dhe pije, heqin vështirësitë dhe mënjanojnë ngushtësitë?
Transmetohet se pejgamberi ka thënë: kush prej jush ka ushqim me tepric, le t'i jap atij që s'ka as pak. E kush prej jush ka një kafshë tepër, le t'ja jap atij që s'ka asnjë. Thot Hatimi: kur jam ulur mbi shpinë të kafshës, e para kam lumin, nuk lejoj që para të tjerëve kjo të pi ujë. Nëse je kalorës i kafshës që të mbart, mos kalo pranë këmbësorëve kokën ngritur lart. Lëshoja kafshës dorën qafës që të ulet në tokë, hip të lodhurin mbi shpinë të saj dhe në pat shok. Thot Hatimi në ca vargje të bukura, duke e këshilluar shërbëtorin për pritjen e mysafirit: ndize zjarrin se nata është e ftohtë birë. Nëse më vjen miku, ti shko se je i lirë. Një ditë i thot gruas vet: përgatit ushqim sa më tepër, thua se pret mbretër. Ndodh natën vonë dera të më trokas, të kem ushqim të ngrohtë, udhëtarin ta mirëpres. Kur s'kam mik në tryezë ushqimin dot nuk e përtyp, më mbetet në nofull, e s'më shkon dot në fyt. Thot në një poezi tjetër: fisnike, pasurin që kemi sot ndodh të nesërmen na largohet. S'na mbetet gjë në këtë jetë, veç fjale e mirë që përkujtohet. S'numurohet si i pasur ai që ka flori e fletushk. Nëse mërzit mbi kokë i palohen, e gjoksin e ka të ngushtë. Dhe nëse qelsat e pallateve në dorë i kanë rënë, mjafton në rrudhat të qëndisura në fytyrë, e jeta peshqesh ja ka dhënë. Të porosis o djalë, të bësh mirë gjersa të rosh, se në këtë jetë dy herë s'do t'jetosh. Ibn Mubareku kishte një fqinj hebre, mirë po para se të ushqente fëmijët e vet, i trokiste fqinjit hebre dhe ja jepte ushqimin, ashtu siç kujdesej edhe për veshmbathjen e tij. Njëherë i kërkuan hebreut ta shiste shtëpinë, e ai u përgjegj: shtëpia ime kushton 2000 dinar, 1000 është çmimi i saj dhe 1000 fqinji im Ibn Mubareku. Kur dëgjoi Ibn Mubareku për këtë, ju lut Allahut: o Zoti ynë, udhëzoje atë me Islam. Dhe nuk kaloi shumë e hebreu pranoi Islamin me lejen e Allahut. Kaloi Ibn Mubareku rrugës me karavanin e tij të mbushur për plot me nevojat që kishte. Kur në rrugë papritmas pa një grua e cila mori laraskën e ngordhur nga mbeturinat e rrugës. Për të parë kush ishte ajo grua, dërgoi pas gjurmëve të saj djalin e tij. Kur djaloshi arriti tek ajo, e pyeti për çështjen e laraskës së ngordhur, e ajo i tha: gati 3 ditë me radhë nuk ham gjë, veç asaj që hidhet në mbeturina. Sytë e djaloshit u mbushën me lot dhe i pikëlluar shkoi e i tregoi të atit Ibn Mubarekut. Sa qele mbyll sytë, urdhëroi karvanin që kishte marrë rrugën për në haxh të shpërndahet në atë fshat me gjithçka që mbante. U kthye dhe në atë vit nuk e bëri haxhin. Atë natë pa në ëndër dikë që i thonte: haxh të gëzuar, udhtim të falënderuar dhe mëkat të shlyer. Allahu pra ja pranoi qëllimin e tij për kryerjen e haxhit. Allahu thot në Kuranin famlart: madje edhe sikur të kishin vetë nevojë për të, ata u jepnin përparësi atyre para vetvetes. O Allah, që sjellje madhështore kishin, që qëllime të pastra, që zemra plot besim. Mos u pendo pra për veprën e mirë që bën, qoftë edhe e tepërt. Pendohu për veprën e keqe, qoftë ajo edhe e vogël. Ndalo dhe mendohu. Mos u brengos, sepse Allahu të mbron. Engjëjt lypin falje për ty tek Allahu, por dhe besimtarët në çdo kohë të namazit bëjnë lutje për ty, e Muhamedin e ke ndërmjetësues në ditën e gjykimit.
Kurani i lartësuar të jep premtim të mirë, dhe mbi të gjitha këto qëndron mëshira e më të mëshirshmit, mëshirëplotit. Mos u brëngos se një e mirë të dyfishohet në 10 e një e keqe të mbetet 1. Madje dhe atë mund ta falë Zoti yt dhe nuk ta numëron. A e sheh sa bujar është Zoti yt që nuk ke dëgjuar kësaj bujarie? A e sheh sa të jep? Pra bujaria e tij nuk krahasohet me asnjë krijesë. Mos u brëngos, sepse i përket popullit islam. Je bartësi i misionit islam. Ti je nga njerëzit e orientuar nga kibla, e në esencë mban dashurinë e Allahut dhe të dërguarit të tij. Ti pendohesh kur bën mëkat, gëzohesh kur bën mirë, pra ke shumë dinjitet dhe je tepër i vlefshëm, por ti ende nuk e di. Mos u brengos kur prej teje rrjedh dobia e kur s'ta shpërblejnë, dhe kur ke pasurinë e kur mbetesh i varfër, kur je i ngushtuar dhe kur je i lirë. Kjo arrihet duke bërë durim, me durimin shpërblehesh. Ja si e mbjell dobin. Kur të prek e mira, falenderon krijuesin, nga goja e gjallë me përkujtimin e emrit të Allahut. Pa dyshim se rrjedh dobia, pra ti je kërroji i pashtershëm i dobis, por kjo s'është për do këdo, por për besimtarin e sinqert.